një nga arsyet më të rënda pse ky vend po shpëllohet është gjendja katastrofike e shëndetësisë. Shëndetësia falas është një mashtrim kriminal që qytetarët paguajnë me jetën e tyre. Gjatë vizitës në Spitalin Rajonal të Shkodrës, pam me sytë tanë kushtet që nuk përputhen as me minimumin e dinjitetit njerëzor. Kushtet higjienës sanitare janë skandaloze, të papranueshme për një vend që pretendon të jetë pjesë e Europës. Dhoma të amortizuara, mungesë dezinfektimi, pajisje të vjetruara dhe shërbime që funksionon për klientët e pushtetit dhe jo për qytetarët e zakonshëm. Sistemi shëndetësor është i ndërtuar mbi lidhje, jo mbi nevojë. Pacienti i thjesht është i padukshëm për këtë qeveri. Pushteti ka abuzuar me jetët e qytetarëve, duke i çuar drejt gemrinës së vdekjes në një sistem ku jeta vlen më pak se sa propaganda. Kjo nuk është thjesht një dështim, kjo është një krim shtetëror ndaj qytetarëve të këtij vendi. Ne angazhohemi që shëndetësia të mos jetë një fushë abuzimi, por themel e një shtetje social që respekton dhe mbron jetën. Do të ketë dinjitet për pacientin, mbështetje për mjekun dhe shërbim real për çdo qytetar.